Zbukurimi i pemës simbolike të festave të fundvitit duket përfshirë dhe traditën e punimeve të artit të zejës ishte veprimtaria praktike që organizoi Muzeu Historik i Shkodrës në bashkëpunim me disa shkolla. Në bashkëpunim edhe me disa shkolla të qytetit që kanë edhe programin Art dhe Zeje, ishte ideja që të realizonin disa zbukurime për pemën e festave të fundvitit nga punimet artizanale që realizojnë fëmijët në të shkolla, duke filluar nga punimet me grep, nga aplikacionet e ndryshme. Është edhe një traditë tashmë e bukur që ndoshta sjellim edhe në vëmendje një mënyrë tjetër të zbukurimit të pemës vitit të ri, jo vetëm me artikuj të blerë nga dyqanet, por pse jo të sjellim një traditë që të punojmë imagjinatën, ide që kemi t'i sjellim me punime artizanale. Nxënësit e shkollave u ndjenë entuziast për këtë angazhim dhe treguan se si kanë punuar për përgatitjen e objekteve zbukuruese të pemës së vitit të ri. Për të gjitha bashkë me shumë dashuri për pemën e vitit të ri. Unë kam përgatitur punët me grep dhe me shumë dashuri. Kush të ka mësuar këtë punë? Më ka mësuar mësuesja, gjyshja, mami, të gjithë bashkë. Po, unë jam Mariela dhe jam nxënëse e shkollës String Smiley. Unë kam përgatitur yjet me boqa, me ndihmën e mësuese Rinës. Aktivitetet të tilla janë të mirëpritura nga shkollat pasi orientojnë nxënësit më shumë drejt muzeumeve, ku ruhen dhe dëshmohet e kaluara si traditë e pasur, jo vetëm për të mësuar, por dhe për të kultivuar një harmoni me zhvillimet e sotme kulturore në funksion të forcimit të mëtejshëm të identitetit.